Sot të shikojmë emocionin e dëshpërimit së bashku dhe dua të bësh një pyetje vetes tënde që kur e ke dëshpërimin aty dhe jam e sigurt që trupi jot do të përgjigjet. Dëshpërimi është aty prej kohëve, është para 14 brezave që ke qenë femër ose mashkull, sikush për gjërat e tij e të saj është i dëshpëruar. Dhe po të vjen tani tek ty sepse 2025-2026 është lufta që po bëhet ndaj errësirës dhe dritës. Që çdo gjë që ti të lirosh. Unë jam këtu me Rita Cake, terapiste energjike, për të ndihmuar të dalësh dhe të lirosh emocionet, të shërosh shpirtin dhe të hapësh zemrën. Nëse edhe ti ke këto emocione dhe vështirësohesh ti ndjekësh dhe vështirësohesh ti lirosh, jam këtu për ty nga përvoja ime dhe nga metodat e ndryshme të të ndihmoj. Atë që duhet të bësh ti, të kërkosh thjesht ndihmë dhe unë do jem pranë teje për një terapi private ose edhe në grupe. Asnjëri nuk do ta bëj punën tonë për ne, prandaj zgjidhja është vetëm puna me veten tonë të brendshme. Të qëndrojmë, të shikojmë. Ju përshëndes. Dhe po ju vë këtë figurë që të shikoni, të jetoni sikur të jeni fëmijë. Dëshpërimi është një ndjenjë thellë e zhgënjimit, dje fola për zhgënjimin, dhe humbjes, dhe është natyrshme që të përjetojmë këtë emocion në momente të vështira të jetës. Kjo ndjenjë mund të shkaktohet nga situata personale, profesionale ose ndonjë ngjarje e papritur në jetën tonë. Dëshpërimi mund të shkaktohet dhe nga shumë faktorë të ndryshëm. Dhe shkaku i tij mund të jetë i ndryshëm për çdo individ. Ta përjetojmë dëshpërimin dhe është pjesë e përvojës së jetës, por është e rëndësishme të mësojmë se si ta trajtojmë atë në mënyrë të shëndetshme dhe produktive. Dëshpërimi mund të shkaktohet nga shumë faktorë të ndryshëm, por shkaku i tij mund të jetë i ndryshëm për çdo individ. Disa nga shkaktarët më të zakonshëm të dëshpërimit përfshijnë: ngjarje negative në jetën personale, humbja e një personi të dashur, një dështimi në marrëdhënie personale, humbja e një pune ose ndonjë ngjarje tjetër negative. Stresi i vazhdueshëm, nivelet e larta të stresit, veçanërisht nëse nuk trajtohen efektivisht, mund të shkaktojnë ndjenja të thella të dëshpërimit. Ndjenja e vetmisë, pasiguria në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët, ndjenja e izolimit ose mungesa e lidhjeve sociale mund të sjellë dëshpërim. Probleme shëndetësore, sëmundje kronike, dëmtime të rënda ose ndonjë gjendje shëndetësore tjetër mund të shkaktojnë ndjenja të thella të dëshpërimit. Problemet financiare, vështirësitë financiare, paparazitë ekonomike dhe ndjesitë e pafundshme për të menaxhuar financat mund të sjellin dëshpërim. Konfliktet dhe tensionet në marrëdhëniet me të tjerët, mosmarrëveshjet e vazhdueshme, tensionet në marrëdhënie familje, miq, bashkëshortin, partneri mund të shkaktojnë ndjenja të thella të dëshpërimit. Stili i jetesës, konsumimi i alkoolit ose drogave, mungesa e ushtrimit fizik dhe stili i jetës shëndetshme mund të rrisin ndjenjën e dëshpërimit. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se çfarë po shkakton dëshpërimin në një individ për të ndihmuar në trajtimin dhe menaxhimin e tij në mënyrë efektive. Zgjidhja: pranoni ndjenjat tuaja, komunikoni me të tjerë, bëuni aktiv dhe bëni aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Mos qëndroni në mjerim, por mësoni nga përvojat. Bëni planet për të ardhmen, kujdesuni për veten dhe nëse dëshpërimi juaj është i vazhdueshëm dhe ndikon në jetën tuaj në mënyrë të ndjeshme, konsideroni të flisni me profesionistë të shëndetit mendor për ndihmë dhe mbështetje shteti. Dhe këtu dua të them që jam këtu për nëse më kërkon ndihmë në individ, terapi në individ ose në grupe. Sepse dëshpërimi nuk ka filluar me ty. Dëshpërimi është i paraardhshme, i jetëve të mëparshme dhe nëse ndjen kaq fort, do të thotë që ai është gati për të dalë. Ju falenderoj
dhe ju uroj gjithë të mirat. Prisni videon tjetër se do bëj të dërgoj energji me spirat e sistemit përfaqësik që të arrini të lironi këtë gjendje, por duhet punuar më me fellësi. Dhe këto që po ju them janë punët që kam bërë me veten time, sepse të gjithë ju shpirtra që shikoni këtë video nuk jeni thjesht shpirtra të thjesht, por keni ardhur të ndihmoni me përvojën tuaj, të lironi emocionet tuaja, problemet tuaja dhe të bëni shkëputjen e zinxhirëve nga paraardhësve, dhe kështu do bëhet shkëputja nga gjërat e vjetra që na mbanin deri më sot në robëri, na mbanin në burgim të përjetshëm, dhe mos harro që emocionet janë vërtet burgu jonë. Prandaj është koha që ne ato t'i lirojmë dhe t'i zvendësojmë me emocione pozitive. Ju dua shumë, ju ndjej, sepse e di çdo të thotë të jesh shpirt mirë, të duash, të ndihmosh të tjerët dhe harron veten. Prandaj sot dua të them dhe të parë si kam thënë vetes time, që të gjitha të energjinë është ta kthejmë tek vetja jonë, dashurinë tek vetja, se vetëm atere do shpëtojmë. Dhe këtu dua t'ju them të gjithëve njerëzve, akoma dhe ju meshkujve që nuk pranoni emocionet tuaja, edhe ju keni dëshpërim. Dëshpërimi juaj është tjetër soj, dëshpërimi joni grave është tjetër soj. Por ne duhet të hapim zemrën njëri tjetrin. Dhe ju bëj thirrje dhe ju meshkujve, kudo që jeni të fortë vetëm kur hapni zemrën dhe pranoni emocionet tuaja. Lereni të vjetër nda ato që ju thanë që një mashkull nuk qanë, një mashkull është i fortë. Unë jam këtu një grua që dua të dëgjoj bashkë me gratë të tjerë që të hapni zemrën, sepse ne duam ata burra që kanë zemër të pastër dhe kanë emocione dhe na vinë më afër nesh. Erdhi koha që ne të bëjmë ndryshimin. Erdhi koha që ne të sillim barazinë ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore. Erdhi koha që të bashkëpunojmë dhe të sjellim harmoninë dhe ekuilibrin ndërmjet nesh dhe ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore dhe në tërë botën. Ky është çelësi i harmonisë, çelësi i lumturisë dhe i gëzimit. Të gjithë së bashku mund të bëjmë gjithçka. Ndaj jam këtu sepse kur ndihmoj ty, kam ndihmuar dhe veten time. Ju dua shumë, shpërndani këto video dhe në njerëz të tjerë, regjistroni tek YouTube kanali im, Flutra me Fat 333, që të bashkohemi të gjithë së bashku, të hapim zemrën dhe vërtet të dalim nga burgimi i përjetshëm që kishim për vetes me emocionet dhe të lirohemi dhe të hapim krahët, tamam si ajo flutra që ishte e vështirë atje e mbyllur dhe kur hap krahët ka bukurinë e tij. Shpirti jot pret të vesh ti ta shikosh dhe ti flasësh, ta pyesësh çfarë ndjen. Dhe këtu ju bëj thirrje të gjitha grave dhe burrave që kemi fëmijë, gjën më të madhe që mund të bëjmë tek fëmijët tanë. Ju bëj thirrje të gjithave organizatave të ndryshme, shtetit shqiptar, kudo që jemi, tërë botës pse jo. Në përshkolla duhet të mësojnë në fëmijët si ndihen dhe të pranojnë emocionet e tyre. Nuk na të gjitha të tjerat, por gjëja më e rëndësishme nuk është sa nxënës të mirë jemi, po sa njerëz të mirë jemi dhe sa e pranojmë veten tonë. Le të dalim nga të vjetrat dhe të bashkohemi për njerëz të rinj, për të bashkohemi ndërmjet zemrave dhe emocioneve. Ju dua shumë, regjistroni dhe shpërndani videot që të ndihmojmë dhe të tjerët. Dhe ju jam shumë mirënjohëse për të gjithë ju ndjekësat, për të gjithë juve që më besoni, sepse një nga një ne do ndihmojmë njëri tjetrin. Ju dua shumë dhe akoma më shumë dhe juve meshkujve, po si shpirtra, se shpirti nuk ka gjini. Jeni dhe ju shpirtra të bukur që duhet t'ju shikojmë. Ju duam shumë.